E në 4 dolëm këtu. Vetëm apo me familjen? Jo, isha vetëm, pastaj bona dokumentat edhe mora dhe familjen. Po, ti nga Bulqiza ike në Durrës apo në Vlorë? Në Vlorë ike me komune? Në Vlorë me komune. Ishin personat veçantë që organizojnë këto punë edhe. S'kishe frikë Agim? Me thonë drejtën, unë vetëm kur një natë që kishte dalë, që këthym, kisha frikë, se unë kam qenë edhe në Marinë, Shëngjin, kështu që e dija që do të thotë deti me dalë. Edhe isha pregadit, kisha marrë një çantë vogël shpine, nga ato tip ushtarake që kanë qenë përpara, e fut mrena një top futbollit vogël, kështu nga ato jo të mëdhejt fare. Pse e kështë topin? Diçka sa për bijetu, se putesha në ujë për shembull, mundosha të shpëtonje. Të kishe një top që të kapesh e diku, do me thëmë, të shpëtoje? Jo, e kisha lidhë në shpinë. Ha, e kishe lidhur topin që të... Po, më falë, kjo ujë të rishte poshtë pastaj po të kishe lidhur topin, se kuptoj.